Nuk është për të çuditur që çmimet e qerave në Itali janë shumë të larta, kështu që shpesh herë studentët e gjejnë veten duke jetuar me njerëz të tjerë në shtëpi, pra duke ndarë qeran e shtëpisë. Zakonisht janë studentë të tjerë. Një gjë e tillë ndodh në vitin 2007 në Perugia. Perugia njihet për universitetin e saj për të huajt. Është një universitet që jep mundësi studentëve nga gjithë bota që të vinë, tani nuk e di nga gjitha shtetet apo jo, po nga një pjesë e mirë shteteve, që të vinë në Itali dhe të studiojnë këtu. Kështu që dy vajza italiane e gjejnë veten duke jetuar me dy shoqe, njëra nga Anglia dhe tjetra nga Amerika për vitin e ri shkollor 2007-2008. Me datën 10 shtator 2007, Meredith Kercher, 21 vjeçare nga Anglia, futet në atë shtëpi dhe vetëm 10 ditë më vonë, me datën 20, vjen dhe vajza amerikane, Amanda Knox. Amanda dhe Meredith, në fakt, nuk mund t'ishin më ndryshe nga njëra tjetra. Amanda ishte ajo vajza tipike amerikane, ekstroverse, fliste me gjithë, qeshte me gjithë, pak mos kokçarse, duket sikur jetonte jetën si një aventurë, ndërkohë Meredith ishte shumë ndryshe. Vinte nga një shoqëri pak më konservatore dhe pak më e ftohtë, më e mbyllur siç janë anglezët. E megjithatë, bashkëjetesa mes vajzave fillon. Vajzat sigurisht që kishin ardhur për të shkolluar, por jo domosdoshmërisht duhet të rinin gjithë ditën mbi libra, dhe një gjë që bëhen shpesh është që të dilnin dhe të socializonin me njerëz të tjerë. Dhe në një nga këto mbrëmjet, ku vajzat kishin shkuar në një koncert të muzikës klasike, Amanda njeh një djalë italian i quajtur Raffaele Sollecito, i cili ishte me origjinë nga Bari dhe studionte për informatikë. Dhe mes të dyve shpërthejnë shkëndijat, sigurisht që lind një lidhje romantike, goxha e fortë, goxha pasionale, sepse përveç faktin që të dy janë të rinj, janë të bukur, por duket sikur i ndjekin këto etapat. Dhe dy të rinjt janë të pandashëm, janë gjithkohës bashkë. Madje Amanda rri gjithkohës tek shtëpia e Rafaeles. Kështu ndodh edhe mbrëmjen e Halloweenit me datën 31 tetor, edhe ditën tjetër me datën 1. Por data 1 nëntor në Itali është një ditë feste, ose ditë si thua, është me të kuqe te kalendari, është ditë pushimi. Duket se këto i thonë dita e të vdekurve. Nuk e di ka ndonjë lidhje me festat fetare, por le të themi që është ditë pushimi. Dhe dy vajzat italiane, Filomena dhe Laura, kthehen tek familjet e veta. Amanda ishte gjithkohës tek Rafaele, kështu që Meredith ishte e vetme në shtëpi. Në shtëpinë e tyre në Via Pergola, që në fakt tek kati sipër jetonin vajzat dhe tek kati poshtëm ishte si një kat nëndeshëm, jetonin disa djemë. Atë natë Meredith del me disa shoqe për të ngrënë darkë dhe më pas kthehet në shtëpi rreth orës 9:30 dhe askush nuk flet më me të. Në fakt, dikush i kishte shkruar një mesazh, por ky mesazh nuk ishte hapur kurrë. Atë natë, një fqinje e vajzave merr një telefonat të çuditshme. Dikush e lajmëron që në banjën e saj ishte një bombë. Sigurisht që ajo terrorizohet, merr në telefon policin, policia vjen, bën një kontroll dhe kishte qenë një alarm i rrem. Por ndodhi diçka tjetër edhe më e çuditshme. Të nesërmen gjen dy telefona celular në oborrin e saj. Prap merr në telefon policin, policia vjen, i kontrollon dhe arrin në konkluzionin që këto dy telefona i përkisnin Meredith Kercher. Shkojnë drejt shtëpisë së Meredith dhe vajzave dhe në obor gjejnë Amandën dhe Rafaelen, të dy shumë të shqetësuar dhe i thonë që në fakt po i prisnin policin, kishin marrë në telefon 2 herë dhe po prisnin që policia të shkonte aty sepse dikush kishte tentuar të vjedhte. Atë mëngjes Amanda ishte kthyer në shtëpi për të bërë një dush dhe për të marrë rroba të reja dhe kishte parë që dera ishte e hapur dhe kishte parë që dritarja ishte e thyer dhe për këtë arsye kishin lajmëruar policin. Ndërkohë, vinë edhe dy vajzat italiane në vendngjarje, policia futet e para në shtëpi dhe gjej disa gjëra shumë çuditshme. E para, një dritar ishte e thyer. E dyta, banjo ishte përdorur, dikush kishte përdorur banjo dhe nuk kishte shtypur ujë. Dhe treta, dhoma e Meredith ishte mbyllur me çelës nga jashtë. E hedhin poshtë derën dhe brenda ishte trupi pa jetë i Meredith Kercher. Meredith ndron jetë në një situatë shumë misterioze, në moshën 21 vjeçare, një vajzë që kishte shumë ëndra. Ajo kishte ardhur për herë të parë në Itali në moshën 15 vjeçare dhe ishte dashuruar me këtë vend. Dhe prandaj kishte ardhur prapë si e rritur për të studiuar, kishte ëndër të bëhej gazetare dhe gjithçka i pritet në mes, sepse dikush kishte vendosur t'i marrë jetën.
përshëndetje, mirë se erdhët në Misterland. Këtu ku ne tregojmë histori true crime, paranormale dhe gjëra të tjera të ngjashme. Emri më shteri dhe nëse këto lloj historish ju interesojnë, mos harroni të bëni subscribe, të lini një like dhe një koment. Sigurisht pasi të keni parë gjithë videon me mendimin tuaj për këtë histori. Nëse shikoni që backgroundi ndryshon pothuajse çdo video, ju lutem te kalojni këtë, bëni sikur nuk e shikoni sepse nuk kam zgjidhje tjetër, po i filmoj videot ku të mundem dhe si të mundem, sepse dua vërtet që ta vazhdoj këtë formatin. Kjo video në fakt, kjo histori mu këshillua nga dikush që nuk jam mbaj mend se ku ma kanë shkruar. Duket se ma kanë shkruar tek një koment, po nuk e gjej më atë komentin. Kështu që kushdo qofsh, faleminderit për idenë. Kjo histori është shumë e ndërlikuar. Nuk e di a do jem në gjendje të sjell të gjitha detajet, do mundoj të tregoj gjërat që sipas meje janë më të rëndësishme për ta kuptuar historinë nga fillimi deri në fund. Nëse kam lënë ndonjë detaj, mund ta lini te komentet, nëse nuk e di, e mendoni ndryshe nga unë, mund ta shkruani te komentet, sigurisht duke treguar respekt. Deri përpara se ta dëgjoja këtë historinë, deri përpara se ta njihja, sepse e njihja vetëm si emër, po nuk e kisha dëgjuar kurrë historinë nga fillimi deri në fund, kam qenë gjithmonë shumë besuese, domethënë kam besuar gjithmonë tek autoritetet. Kam thënë gjithmonë që, sidomos në Itali, sepse ne emigrantët e kemi këtë vesin e keq që idolizojmë shtetin ku jetojmë, po nuk duhet bërë. Gjithmonë kam menduar që për sa kohë ti je pafajshme, nuk ke nevojë as të kërkosh avokat, nuk ke nevojë të bësh asgjë sepse në fund të fundit ata do bëjnë hetimet e tyre, do dalë që ti s'ke lidhje fare dhe ti, edhe sikur ta gjesh vetë në një situatë të tillë. Mbas kësaj kam ndryshuar komplet mendim. Edhe sikur të jeni të pafajshëm, ka raste kur njerëzit e pafajshëm e gjejnë veten brapa hekurave sepse kanë besuar më tepër se ç'duhet tek autoritetet. Kështu që nëse lart qoftë e gjeni veten këtu, merrni atë avokatin. Mos harroni që edhe nëse ju nuk e përballoni dot çmimin e një avokati privat, shteti ka detyrën të ju japë një avokat shtetëror që ka detyrën t'ju mbrojë në gjykatë. Kështu që kërkojini avokatin, mos jepni asnjë lloj deklarate pa praninë e avokatit, sidomos pa praninë e dëshmitarëve. Sepse ajo çfarë ka ndodhur Amanda Knox është vërtet një nga gjërat më absurde që mund ndodhen ndonjëherë. Sigurisht që unë do doja shumë që në këtë video fokusi mos të ishte vetëm tek Amanda, sepse janë kritikuar zakonisht gjithë njerëzit që kanë folur për këtë histori, sepse duhet sikur vetvetiu njerëzit harrojnë që viktima e vërtet dhe më e madhe dhe më e trisht e gjithë kësaj historie është Meredith Kercher. Vajza e cila u gjet e masakruar në dhomën e saj të gjumit dhe sigurisht që ne nuk duam ta heqim fokusin nga ajo, por edhe absurditeti dhe mënyra se si është trajtuar ky rast nga policia dhe nga shteti italian është nuk mund ta lëmë në anë, duhet ta përmendim. Por le ta nisim historinë aty ku e lam. Policia futet në shtëpi, gjen Meredith të masakruar në shtëpinë e saj, në dhomën e saj të gjumit. Vajza kishte shenja, kishte plag me thik, kishte shenja të dhunës seksuale, pra dikush kisha abuzuar me të, dhe gjenden lloj shenjash të tjera në dhomë me gjakun e saj. Dikush kishte marrë gjakun e saj dhe kishte lënë shenja në dhomë. Sigurisht që të gjithë janë të tmerruar, sigurisht që të gjithë janë të tronditur, por sigurisht që dyshimi bie mbi personat që jetonin me të. Dy vajzat italiane, Filomena dhe Laura, pra nuk kishin qenë fare aty atë natë. Teknikisht, teorikisht, as Amanda nuk kishte qenë aty atë natë. Të gjithë duhet merren në pyetje sigurisht. Pavarësisht se vajzat italiane nuk kanë qenë aty, duhet merren në pyetje. Të gjithë njerëzit shkojnë vullnetarisht të japin deklaratat e tyre. Gjithë njerëzit që e kanë njohur viktimën, njerëzit që jetonin aty afër, të gjithë shkojnë të shoqëruar me avokat. Të gjithë përveç Amandës dhe Rafaeles. Dhe me sa duket ishte diçka që këta vetë nuk e kishin kërkuar, sepse këta vetë pretendonin që s'kishin lidhje fare, kështu që i dukej absurde të kërkonin praninë një avokati. E dini që do shkonin aty, do jepnin deklaratat e tyre, do jepnin informacionet në mënyrë që vrasësi Meredith të gjendej. Kështu që çfarë kuptimi kishte që të merrnin avokatin apo jo? Nga pikpamja e një personi të pafajshëm, prania e një avokati aty është kot fare. Kështu mendon edhe Amanda, sepse nuk pranon, domethënë nuk kërkon avokatin dhe dikush një afërmi i saj kishte edhe kërkuar, kishte thënë që të largohej nga Italia përpara se të merrej në pyetje. Kishte thënë ik nga aty sepse kushdo që e ka vrarë mundet shumë mirë të vi dhe të vrasë ty pastaj. Por ai thotë jo, unë do qëndroj këtu në Itali sepse dua të zbardhej çështja, dua
që të vjet drejtësi në vend. Të nëse unë di ndonjë informacion, duhet t'ja jap këtyre. Pra Amanda ishte komplet e verbër dhe i besonte verbërisht tek drejtësia italiane. Amanda dhe Rafaele merren në pyetje të ndarë dhe këtu nis gjithçka. Nis gjithçka me një video të shpërndar kudo nëpër media, sepse sigurisht që media shkon në vendin e ngjarjes dhe filmon dhe ka filmuar edhe këtë momentin ku Amanda dhe Rafaele shkëmbejnë disa puthje në vendin e ngjarjes. Dhe kjo gjë shkakton shumë irritim tek publiku italian. Disa e shohin si diçka tepër të keqe. E konsiderojnë si një mungesë respekti ndaj situatës në të cilën gjente, sepse thonë, shoh që ajo të u gjet e vrarë dhe ti ke mendjen të puthesh me dashurin. Personalisht, ky është opinioni im. Mua kjo puthje nuk më duket si diçka, unë nuk shoh asgjë të keqe. Unë shoh vetëm dy të rinj që e kanë gjetur veten në një situatë të çuditshme, të frikshme dhe thjesht po japin komfort njëri tjetrit. E megjithatë, pikërisht kjo puthje do shërbej për ta demonizuar figurën e Amanda Knox. Për një arsye tjetër, sepse prokurori, ose nuk është tamam prokuror, PM i thonë këtu në Itali, Pubblico Ministero, është një figurë që bën atë akuzën në gjykat dhe ati personi që ishte besuar çështja ishte i njohur që kishte disa vizione politike dhe fetare shumë specifike, le të mos i përmendim, por ishte një nga këto persona që ishte i bindur që çdo rrënje së keqes vjen nga satanizmi, nga ritualet, nga këto, do të thënë, besonte i çik si tepër në to teoritë konspirative. Si një person që është fan e teoritë konspirative, unë mendoj që është shumë e rrezikshme kur njerëzit që janë në pjesë të shtetit apo pjesë të autoriteteve kanë këto lloj bindjesh, sepse një gjë janë bindjet e tua fetare, një gjë tjetër është shteti dhe këto dy gjëra duhet të rinë të ndara. Por nuk është kështu për PM-in, i cili ishte i bindur dhe formulon një nga teoritë më absurde që unë kam dëgjuar ndonjëherë, por ishte iniciatorja e masakrës që ishte bërë Meredith Kercher. Ai duke shfrytzuar imazhin e vajzës, një vajzë e bukur, një vajzë mos kokçarse, si thua pa komplekse, ishte piktura perfekte për ta futur të imazhin e vajzës në imazhin një personi pervers që nuk ka asnjë busull morale dhe që është në gjendje dhe të vrasi për të përmbushur ato fantazitë e veta. PM formulon një nga teoritë më absurde, sepse thotë që Meredith ka mbetur viktimë e një rituali satanik me prapavia erotike. Pra, sipas tij, Amanda dhe Rafaele, të dy kanë dashur të bëjnë një lojë erotike dhe kanë kërkuar vajzës që të marrë pjesë. Meredith nuk ka pranuar dhe këta e kanë vrarë nga inati ose përmbushur një ritual satanist. E di duket absurde. Dhe dini kush është gjëja më absurde? Që arrin të marrë një deklaratë të shkruar dhe të firmosur nga vajza që ka qenë aty atë natë. Dhe sigurisht që merr në pyetje si Rafaele, si Amanda, por më shumë ngulet këmbë tek Amanda. Amanda nuk është e aftë të japi, si thua, një version të fakteve linear, kronologjik, sepse Amanda dhe Rafaele në fakt kishin bërë diçka që nuk duhet bërë një natë më përpara. Kishin konsumuar lëndë narkotike. Dhe dihet që lëndët narkotike ta bëjnë çik lëmshtruri. Kështu që ata nuk kishin gjendje të dy të thonin me siguri që kishin qenë në shtëpi. Ata e dinin që nuk kishin qenë tek shtëpia e Meredith. Këtë e dinin me siguri. Por nuk dinin thonin që se kishin qenë me siguri tek shtëpia apo kishin dalë për bler diçka, domethënë policia sekuestron celularet dhe celulari i Amandës kishte një bisedë me pronarin e pubit ku ajo punonte, Patrick Lumumba, i cili i kishte shkruar atë natë. E megjithatë biseda ishte fshirë. Por policia arrin ta rekuperoi. Por ç'lidhje kishte Amanda me Patrick Lumumbën? Ju thash që Lumumba kishte një pub ku Amanda punonte, po nuk është se punonte sepse donte të punonte. Amanda ishte punësuar më shumë sepse ishte e bukur dhe donin të rrisnin klientelën. Duke pasur një vajzë të bukur tek banaku, mendonin që më shumë njerëz do shkonin tek lokali. Por nuk është se kishte funksionuar aq mirë sepse Amanda këtë punën nuk dinte ta bënte. Kështu që po mendonte vërtet, domethënë, të ikte fare nga aty.
Por te kjo biseda, në fund të bisedës, Amanda kishte shkruar see you later. Tani, see you later përkthet takohemi më vonë. Në kontekstin edhe gjuhës italiane edhe gjuhës shqiptare, duket sikur i kanë thënë që i ka lënë takim që do takoheshin atë natë. Por në fakt në anglisht kjo see you later përdoret edhe kështu për thënë që hajtë se shifemi vërdall. Pra nuk është se kishin ndërmend të takoheshin atë natë. E megjithatë, policia italiane këtë gjë e merr literalisht dhe e përdor kundër Amandës, sepse thotë atëherë pse ti neve na the që ke qenë me Raffaele Soleshi ton të shtëpia e tij, ndërkohë këtej del që ke lënë takim me këtë tjetrin. Kështu futet në lojë dhe Patrick Lumumba. Del një deklarat e firmosur nga Amanda, ku thonte që kishte qenë në shtëpinë e Meredith atë natë dhe dinte që Patrick nga ana tjetër kishte shkuar duke sulmuar vajzën, ndërkohë ajo kishte mbyllur veshët dhe kishte bërë sikur nuk e dëgjonte. Me pak fjalë në deklarat ku ajo pranonte që kishte qenë tek shtëpia kur ka ndodhur vrasja. Mbas ditësh të tëra marrin në pyetje, sigurisht që arrestohet Patrick Lumumba, por arrestohen dhe dy të rinjt, Raffaele Sollecito dhe Amanda Knox. Kjo deklarata vërtet i hap gropën, sepse të firmosësh një gjë të tillë, e megjithatë marrja në pyetje e vajzës nuk është bërë siç duhet. Por Patrick Lumumba del nga burgu shumë shpejt. Përpara se nuk çohet fare në gjyq. Kjo sepse kishte një alibi. Tek ata i kishte qenë tek pabi i tij dhe nga një profesor zviceran. Atëherë i bie që deklarata e Amandës të ketë qenë rreme. Por policia bie në gjurmët e dikujt tjetër, ADN-ja të cilit ishte kudo në skenën e krimit. Rudi Gede, një emigrant ivorian i cili kishte ardhur me familjen e tij në Itali kur kishte qenë shumë i vogël. Rudi kishte precedent penal. Kishte tentuar të vinte, kishte vjedhur në fakt më përpara, por në atë moment nuk ndodhej fare në Itali, ndodhej në Gjermani. Dhe e dini se si u zbulojnë, sepse shenjat e tij të gështrimve me gjakun e Meredith ishin kudo në përdhom. Dhe çdo emigrant që hyn në Itali duhet të japi shenjat e gështrimve që të marrë lejen e qëndrimit. Kështu që sigurisht që nuk është më vështirë për policinë ta kuptoj se kujt i përkistin ato shenja gështrimsh. Kështu që Rudi Gede bashkë me dy të rinjt, pra me Rafaelen dhe me Amandën, çojnë në gjyq në 2009-ën, ku të tre shpallen fajtor. Është shumë e çuditshme sepse, siç u thash, sjellja e Amandës nuk është se kishte shumë kuptim. Provat kundër Rudit sigurisht ishte ADN-ja e tij kudo në përdhom, por ishin edhe disa prova të tjera. Një thik që gjendet tek apartamenti i Rafaeles, tek pjesa ku mbahet thika gjendet ADN-ja e Amandës dhe tek pjesa prerse thikës gjendet ADN-ja e Meredith. Përveç kësaj, gjendet edhe pjesa e sutjenave të Meredith, një si tip kapseje, gjendet në tokë dhe aty gjen ADN-n e Rafaeles. Kështu që teknikisht duket sikur, pavarësisht se në fillim u duk sikur ata dy nuk kishin lidhje fare me rastin, duket sikur po dalin shesh sa gjëra të reja. Okej, ata e njihnin njëri tjetrin, por ADN-ja e tyre në këto vende është çike dyshimt apo jo. Për këtë arsye dënohen. Amanda fillon të huaj dënimin e saj në burg, por nuk kishin shkuar tamam ashtu siç e mendonim ne, sepse dalin e pa disa gjëra të reja. Dhe në 2011 bëhet një proces i ri, një proces ku Amanda shfaqet komplet ndryshe nga hera e parë. Duhet sikur Amanda ka vendosur të hedh poshtë gjithçka. Amanda vendos të luftoj kundër atij sistemi që sipas saj e kishte futur në kurth, kishte përfituar nga fakti që ajo i besonte verbërisht sistemit të drejtësisë dhe e kishte futur në burg për diçka që ajo pretendonte se nuk kishte lidhje fare. Dhe në fakt gjatë këtij procesi dalin shumë gjëra të reja në pa. E para njëherë ato dy prova që ishin përdorur kundër Amandës dhe Rafaeles, ADN-ja, nuk ishte fare ashtu. Të paktën pjesa e thikës nuk ishte fare ADN-ja e Meredith tek thika që kishin gjetur. Ishte ADN-ja e Amandës, sepse Amanda kishte përdorur thikën për të prerë bukë tek shtëpia e Rafaeles. ADN-ja e Rafaeles tek kapsja edhe ka shumë kuptim. E dini pse? Sepse mënyra se si ishin
marrë ADN-t në atë dhomë ishte skandaloze. Ishin gjetur mbi 50 gabime dhe sjellje jo të përshtatshme me provat. Pra, gjithë provat që janë gjetur aty, sigurisht përveç ADN-s së Gedes, sepse ADN-ja e tij ishte kudo, por duke qenë se kjo ADN-ja e Rafaeles nuk ishte lidhje fare. Kapsja ishte filmuar që kapsen e merrnin, e shikonin, e linin aty prap. Domethënë, në fillim as nuk e kanë marrë si provë materiale kapsen. Domethënë, kush e di sa veta e kanë prekur atë kapsen përpara se ta merrnin dhe ta analizonin. Kështu që ka shumë shanse që thjesht ADN-ja të ketë kaluar nga një person tek tjetri. Ta personat ka prekur Rafaelen tek krahu e zëm dhe ADN-n e tij e ka vendosur pa dashje tek kapsja. Mund të ketë ndodhur edhe kështu. Kompjuteri i Rafaeles tek shtëpia ka qenë i ndezur gjatë gjithë kohës. Nuk jepni dot me siguri versionin e tyre që kanë qenë në shtëpi. Kompjuteri i tij ka qenë ndezur. Kompjuteri i tij ka qenë ndezur gjatë gjithë kohës atë mbrëmje. Kështu që të paktën gjatë orës që ka qenë duke ndodhur vrasja, kompjuteri ka qenë ndezur dhe përkon me versionin e tyre që kanë qenë në shtëpi duke parë filma. Do thoni ju, mundet shumë mirë të ketë lënë kompjuterin ndezur dhe të ketë ikur. Edhe kjo është e mundur, por siç nuk ka prova që janë pafajshëm, nuk ka as prova që janë fajtor. Në këtë rast është Amanda ajo që fillon të flasi. Amanda deri në këtë moment kishte folur pak italisht dhe e gjithë marrja në pyetje ishte bërë në gjuhën italiane, pa i dhënë asnjë lloj përkthyesi. Mënyra se si është marrë në pyetje Amanda është në njëjta mënyrë që merreshin dukur në pyetje mafiozët. Pa praninë e kamerave, pa praninë e avokatëve, pa praninë e dëshmitarëve. Kështu që ne nuk e kemi idem fare se çka ka ndodhur aty në atë dhomë. Amanda fillon në fund të flasi dhe tregon që mënyra se si ajo është trajtuar është çnjerëzore. Ajo thotë që e kanë dënuar fizikisht dhe psikologjikisht. Thotë që e kanë kërcënuar që do e fusin në burg për gjithë jetën. Thotë që i kanë gjuajtur, e kanë rrahur. Dhe e kanë bërë sigurisht të pranoj gjëra që nuk kanë ndodhur vërtet. E mbani mend deklaratën që ajo kishte firmosur. Ajo thotë që ajo deklarata nuk është tamam ashtu. Ajo thotë që i kanë kërkuar të imagjinoj se si do kishte ndodhur vrasja nëse do kishte qenë Lumumba që do e kishte bërë. Me pak fjalë, nëse ti imagjino sikur je tek shtëpia tash dhe po vrasin Meredith. Çfarë po ndodh? Prandaj ajo çfarë ajo ka thënë, thuash një teori se çfarë mund të ketë ndodhur sipas saj. Dhe kjo gjë ndryshon gjithçka, sepse i bie që ajo s'e ka pranuar kurrë që ka qenë tek shtëpia. Gjithë kjo mund të ketë ndodhur nga konfuzioni për çështjen e gjuhës ose nga lodhja e madhe fizike dhe psiqike mbas 2-3 ditësh pa bukë, pa ujë, duke i bërë gjithë këto lloj dhune fizike dhe psikologjike. Edhe Rafaele tregon që është dënuar nga oficerët e policisë. Duket sikur PM që kishte, pra prokurori që kishte kaq të formuluar këtë teorinë që Amanda është njeriu më i keq në botë, kishte influencë tek pjesa tjetër e shtetit, sepse ishte fal ti dhe fal teorisë ti të çuditshme që ata kishin përfunduar në burg. Me pak fjalë, duket sikur Amanda dhe Rafaele në fakt nuk kanë lidhje fare me rastin. Teknikisht ADN-ja atyre nuk është gjetur askundi, kështu që deri në pa një arsyetim tjetër që ata bëjnë, sepse thonë pse Amanda futi në loj Lumumban kur mund të kishte treguar fajtorin e vërtet. Domethënë, në këtë deklaratë kjo pranonte që kishte qenë tek vendi i ngjarjes. Tashmë kjo ishte e sigurt që do futej në burg. Pse nuk ka treguar emrin e Gedes, po ka treguar emrin e Lumumbas që në fakt doli që s'kishte lidhje fare. Kështu që i bën njerëzit mendojnë që është e vërtet që Amanda s'kishte lidhje fare. Gjithçka çfarë kishte thënë është sepse i kishte bërë nga presioni, nga frika se mund të ndodhte diçka. Dhe në fakt në 2011 Amanda dhe Rafaele lirohen për mungesë provash. Por nuk mbaron këtu, sepse në 2014 merren prap e njëjta gjë, këtë radhë në Firenze, por në 2015 prap dalin përfundimin që nuk mund t'i mbanin në burg sepse nuk ishte asnjë lloj prove teknikisht.
Dhe faji për këtë gjë ishte i policisë dhe i atyre që kanë bërë hetimet, sepse ata kanë shkatruar pjesë më të madhe të provave. Nëse provat do ishin menaxhuar më mirë, ndoshta do kishe pasur edhe më shumë mundësi të zbulonin vërtetën. E megjithatë, edhe pak të provat, duket sikur e vetmja teori që ka kuptim është ajo që Amanda dhe Rafaele s'kishin lidhje fare me rastin. Gede i kishte njohur vajzat kështu në mënyrë sipërfaqësore. Dhe natën e krimit kishte qenë ftuar nga djemt që banonin një kat më poshtë. Dhe Gede u dënua me vetëm 16 vite në burg. Unë nuk e di se si funksionon ky sistemi drejtësisë në Itali, them drejtën, por mua më duhet shumë quhet rito abbreviato, që nga emri duket sikur i jep mundësinë që të dënohet me më pak vite se nga çdo dënohej normalisht. Po ideja është pse ka pasur këtë drejtën për një gjë të tillë. Gede i ka bërë vitet e tij në burg dhe është liruar, por është arrestuar prapë sepse është kapur duke keq trajtuar të dashurën e tij. Rafaele Sollecito jeton akoma në Itali, ka hapur një kompani të vetën. Amanda Knox është kthyer në Amerikë, ka shkruar një libër për historinë e saj dhe të vetmit që kanë mbetur në vuajtje dhe ndimbje janë familjarët e Meredith, që sigurisht nuk janë as pak të kënaqur me mënyrën se si u trajtua rasti. Ky rast pati një jehon të madhe mediatike, jo vetëm në Itali, edhe jashtë Italisë. Sigurisht ishin përfshirë shumë shtete, por pat një jehon shumë të madhe mediatike dhe mendohet që vetë media tjetë përgjegjëse për opinionin e njerëzve. Dhe megjithatë për opinionin e gjykatës dhe juristë. Pra, duket sikur influencoi shumë media që këta të bëheshin si thua fajtor, edhe pse provat nuk tregonin diçka të tillë. Figura e Amandës u demonizua jashtëzakonisht shumë. Në të gjitha mënyrat. U morën me jetën e saj private, u morën me username-in e saj në Facebook, doni si ta nxjerrnin si këtë vajzën perverse që nuk, domethënë sikur nuk ka skrupuj dhe është hap bëj çdo gjë, nuk e di. Domethënë munduan shumë ta nxirrnin keq. Dhe opinioni publik në Itali e ka dënuar maksimalisht. Kishte një grumbull të madh njerëzish jashtë gjykatës që u lërisnin sepse nuk donin që ata të liroheshin. Vetëm kohët e fundit njerëzit kanë filluar një çik të hapin sy dhe të thonë që ndoshta Amanda vërtet nuk ishte faj në këtë mes. Po ju si mendoni? Mendoni që Amanda dhe Rafaele mund të ketë pasur lidhje me rastin, apo mendoni që ka qenë thjesht një gabim trashanik i sistemit drejtësisë në Itali? Më lini një koment me mendimin tuaj mbi historinë. Ne do të ritakohemi. Mos harroni të bëni subscribe, të lini një like dhe faleminderit që shikuat videon deri këtu. Shikohemi radhës tjetër.